familja e Selinës ka patur një vështirësi shumë të madhe, domethënë ka falimentuar në biznes. Tani, falimentimi i biznesit është një goditje që ndoshta na bën të kuptojmë që ne deri në atë moment, flasim për biznese madhore, bëhet fjalë që babai i Selinës ka konsideruar disa hotele në Ksamil, domethënë apo në Dhërmi, diku e tillë, por në momentin që përjetojmë momente të këtilla, që domethënë bizneset ton bien për tokë, atëherë ne domethënë e kuptojmë se nuk pas kemi vuajtur në jetë. Dhe siç duket, iniciativa e madhe që Selin të futet në shtëpinë e Big Brotherit, të krijojë këtë famën e madhe, të krijojë këtë emrin e madh, të krijojë këtë imazhin e madh, ka qenë si faktor për të ndihmuar dhe për të qëndruar pranë familjes së saj, të cilët po kalojnë ditë të vështira. Do me thënë, fakti i falimentimit të biznesit e ka bërë që babai i Selinës edhe të largohet nga gjiri familjar dhe